dhe përdorin gjatë drejtimit të automatit, sidomos në qytet. Po, edhe ecën me 2 orë. Se mendojnë që në qytet shpejtësia është e kufizuar edhe mund ta përdorin. Rreziku në qytet është 100 herë më i lartë. Po pra, këtë po them. Rreziku në qytet është më i lartë sepse në rrugët kryesore që quhen rrugë shtetërore, se zakonisht me këto termat ne ngatrojmë. Ju bëra një pyetje, e di përdoruesi i telefonit, shoferi, kushdo qoftë, domethënë që përdorimi i telefonit është baraz me heqjen e patentës? Jo, gjithsej e përdor se di. Jo, nuk e di. Atëherë detyra e kujt është këtu tani? Si nuk ishet patenta, jo. Pse nuk ishet patenta? Për çfarë ishet patenta? Për përdorim të mjeteve optike. Për çfarë? A është baraz një njeri që përdor telefonin baraz me një njeri të alkoolizuar? A është baraz? Hiqet patenta. Hiqet. Hiqet patenta. Po nuk e di ai. Pas të nenit 171.4 kodit rrugor thot në rast se je përsëritës për 3 herë brenda 2 viteve, patenta hiqet. Pezullimin e drejtimit. Por sa përqind e njerëzve e din? Urdhëro. Sa përqind e din? Të vërtetën. 0.01. Të vërtetën, më të vërtetën. Shiko, njerëzit nuk është se nuk e din, e din. Jo, po unë se di. Unë se di, po. E di ti? Nuk e di ta serioni, ja u bëm 2 njerëz. U bëm 2 njerëz se se di. Teknologjia futi telefonin inteligjent. Po? Dhe hoqi inteligjencën njerëzore për në përdorim drejtim të automjeteve. Qa ndodhën? Nuk është çështje telefoni, është çështje që i përdorin rrjetet sociale. Si qa ndodhë? Përdorin rrjetet sociale, shkruajnë mesazhe, janë live në celular. E përdorin dhe drejtues të autobuseve, të mjeteve të transportit publik. Pra, kjo është një fatkeqësi. Qa ndodhë? E fillon në semaforej, dhe pastaj fillon edhe gjatë kalimit ndezë semaforit vazhdon të përdor. Dhe rreziku është 3. E para, në moment që ti përdor telefonin, pra qytetari përdor telefonin, ka shkëputjen vizuale, ka shkëputjen fizike se një dorë do ta heqë s'do mbash telefonin, ka dhe shkëputjen mendore. Pra, nga ana psikologjike ti jeton me këtë gjë. Ju thatë një statistikë, që ajo statistika ishte që në moment që ti shikon telefonin, shkëput vëmendjen 4-5 sekonda. Në moment që shkëput vëmendjen 4-5 sekonda, është e barabartë me 30 metra që ti hecën me sy mbyllur. Me 4-5 sekonda, 30 metra 30 metra me sy mbyllur. Ky është ajo. Dhe çfarë duhet konstatoj policia? Gjatë një aksidenti, duhet tjetë edhe kontrolli i telefonit. Pavarësisht se është kapur apo jo me telefon. A ka pasur komunikime? Ne themi arsyet që ka ndodhur një aksident, shpërqendrimi, mos ruajtja e distancës, po gjitha këto nga vinë. Një nga arsyet mund t'jetë telefoni. Se moment që ti shikon, ti nuk e shikon atë. Që po i afrohesh. Nuk e reagon dot, sepse për shembull ishte një ditë